Policia e Elbasanit ka zgjeruar hetimet për atentatin ndaj biznesmenit Mondi Mahalla, duke shpallur në kërkim Oklid Eloueidin. 35 vjeçari kishte ndryshuar mbiemrin për arsye ende të panjohura, pasi më parë quhej Oklid Dalipi. Emri Oklid Dalipit doli nga dëshmia e një nga personave të ndaluar pas atentatit. Gjatë marrjes në pyetje nga Blut e Elbasanit, i ndaluari ka dhënë informacion që çuan policinë tek emri i Dalipit, por hetuesit kanë pak detaje se cila mund të jetë përfshirja e 35 vjeçarit në vrasjen e Mahallës më 30 nëntor. 35 vjeçari i shpallur në kërkim, ashtu si Mondi Mahalla, kishte biznes në dhënien e makinave dhe taksive me qira dhe dyshohet që pak kohë para vrasjes të ketë patur një konflikt me viktimën. Në kërkim vijojnë të jenë dhe Armando Kola, si dhe Marcelo Arani, të cilët ishin pjesë e grupit që morën makinën që u përdor në krim, që më pas u shkrumbua në fshatin Mirak të Librazhdit. Në burg për ngjarjen qëndrojnë ish ortaku i Mahallës Gino Ago dhe roja i karburantit Xhaxhi Oil Kujtim Pisha, si dhe Nevzat Spaho 29 vjet dhe ky i përfshirë në atentat. Mondi Mahalla u qellua sapo doli nga zyra e tij pranë karburantit dhe hyri në makinë. Sipas kamerave të sigurisë, ekzekutori deli qetë nga makina, afrohet tek xhami i viktimës dhe qëllon disa herë 2 plumba, të cilët e kapën Mahallën në kokë duke e lënë të vdekur.